garazhat kerreve dhe bagazhet kerreve që ambasadorët e tonë i kanë mojt votat e lira të qytetarëve. S'ki bo ankesë me kokë, kusht ka faj. Na nuk kena besu që diçka tillë mund të më ndodhë. Po kjo nuk do me thonë që nëse ti nuk i drejt proceduralisht, nuk i drejt në fakt. Edhe në du më distancu, kjo është arsye që unë kam guxim në me LDK-s me thonë që jo që keni prejkë vota, keni më ballafaqu me LDK-n mas pari, me ligjin ma vonë. Me ligjin ka marrë si pasoj, ligji ka me folë. Po ata nuk më një shpëtu drejtësisë edhe mrena LDK-s, sepse na nuk pranojmë. Pra ju një të bindur që nuk ka pasur skem të organizuar kriminale aty që është përfshirë dikush tjetër? Me dijen time, me njorit e mija, me ato krejt që ka komujt unë me përcjell edhe me mbulu, LDK nuk e pranon këtë lloj ndikimi edhe skeme. Na nuk kem pranu kur. Edhe kësa here, po të me siguri, nuk guxon kërkosh në LDK me mendu, me fabriku mënyra të marrjes votës edhe të fabrikimit të votës. I keni parë se ju keni qenë pjesë e komunikimit brendshëm aty, abdiqiku me Hotin, ku Hotin nxjerrët sipërfaqe